Mbrëm rreth orës 20:20 pjesëtarët e policisë nga stacioni policor i Gostivarit në rrugën Banjeshnica Gostivar privuan nga liria ZSH 58 vjeç dhe GSH 54 nga Gostivari. Ata u denoncuan nga GSH 34 vjeç nga Gostivari se rreth orës 20 në shtëpinë e tyre të përbashkët familjare kishin sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij SH 22 vjeç. Sipas denoncimit, ZSH kishte tentuar të sulmonte denoncuesin dhe persona të tjerë me një send të mprehtë, si dhe u kishte drejtuar kërcënime. Pas dokumentimit të rastit, do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 15:05 në stacionin policor Gostivar, një 47 vjeçare nga Gostivari ka denoncuar se një ditë më parë, rreth orës 9 në shtëpinë e tyre familjare, ishte sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj SS nga Gostivari, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm rreth orës 22:35 në rrugën rajonale Zhelini e Gunoc, punonjësit policor nga stacioni policor për sigurinë e komunikacionit rrugor Tetov arrestuan AL 42 vjeç nga fshati Shemshov, i cili ishte bashkëudhëtar në automjetin e tipit Audi me targa të Tetovës, i drejtuar nga ISH 42 vjeç nga i njëjti fshat, pasi që gjatë kontrollit të automjetit AL është sjellë në mënyrë agresive ndaj punonjësve të policisë duke i fyer. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 22:20 në stacionin policor Gostivar, HZ 43 vjeç nga Gradeci i Gostivarit ka denoncuar se rreth orës 19:50 me automjetin e tij të tipit Daihatsu me targa të Gostivarit ka ndaluar para një dyqani në rrugën Major Çede Filipovski në Gostivar, pas çka është sulmuar fizikisht nga AN dhe JN. Gjatë kësaj, AN me një send të mprehtë i ka thyer edhe xhamin e automjetit, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm rreth orës 22:50 në stacionin policor Gostivar, ST 39 vjeç nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 19 në rrugën Vëllezërit Gjinoski Gostivar, para një punëtorie, djali i saj 13 vjeçar ishte sulmuar fizikisht nga një person, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 9:21 në stacionin policor të Gostivarit, HD 62 vjeç nga fshati Senakos ka denoncuar se rreth orës 2:30 nga shtëpia ishte larguar vajza e tij MD 19 vjeç nga fshati Senakos, e cila ka probleme shëndetësore, po merren masa për gjetjen e personit.